Alba Story prezanton. Quhem Anila dhe jam 32 vjeçe. Jam nga Tirana, por prej disa vitesh jetoj në emigrim. Shkova atje për punë, duke shpresuar për një jetë më të mirë. E me kalimin e kohës, fillova një lidhje me një djalë shqiptar që jetonte në të njëjtin qytet. Në fillim çdo gjë dukej bukur, por ai kishte një lloj pune që kërkonte të ishte vazhdimisht në lëvizje. Shumë herë ikte për punë jashtë qytetit dhe nuk kthehej për disa ditë rresht, e unë mbetesha krejtësisht e vetme në apartament. Emigrimi është vet i vështirë, por kur rri mbyllur brenda 4 mureve, pa pasur njeri me këtë flasësh, mërzia bëhet e padurueshme. I dashuri im kishte një shok nga Shkodra, i cili quhej Arjan. E kisha dëgjuar shpesh të fliste për të, dhe ndonjëherë, kur ata flisnin në telefon, unë e përshëndesja shkurt. E një pasdite, kur kisha mbetur përsëri e vetme në shtëpi dhe s'kisha çfarë të bëja, e gjeta numrin e Arjanit dhe vendosa t'i shkruaj. Në fillim, ishte thjesht për të shtyr pak mërzin. Bëja një bisedë krejt të rëndomt. Arjani ishte i martuar dhe jetonte në Shkodër. Mendoja se do të shkëmbenim vetëm 2-3 mesazhe dhe kaq. Por ai filloi të më kthente përgjigje gjatë gjithë kohës. Bisedat tona nisën të zgjatëshin. Dita ditës, ne flisnim për gjëra më personale. I tregonim njëri tjetrit se si po e kalonim ditën, e unë gjeja një lloj mbështetje tek ai. E dija që ai kishte martesën e tij atje, dhe unë lidhjen time këtu, por nuk po e ndalnim dot atë komunikim. Pas disa muajsh mesazhe të përditshme, situata arriti në atë pikë sa që unë nuk po mendoja me fare për jetën time në emigrim. E vetmja gjë që doja ishte të kthehesha në Tiranë dhe të takoja Arjanin nga afër. Dita e kthimin bëriti. Sapo avioni u ul në Tiranë, mora valixhen dhe dola jashtë. E Arjani më kishte premtuar që do të vinte ai vet për të më marrë. Po shikoja me sy se mos po e shihja ndokund. E pash makinën e tij të parkuar pak me tutje, e unë shpejtova hapat, hapa derën dhe u futa brenda. Sa po mbyll dera dhe mbetëm vetëm, unë nuk e mbajta dot veten. Kisha pritur aq shumë për këtë moment, sa që u lëshova direkt drejt tij për ta puthur. Edhe Arjani me puthi, por ai doli pak përpara, me kapin nga krahet dhe, duke qeshur, më ndaloi. Mos u ngut, më thaj, i kam planifikuar të gjitha. Kemi kohë sa të duash. Edhe unë qesha, e u tërhoqa pastaj në sediljen time e u mbështeta. Pak e habitur, se çfarë surprize do me kishte bërë ai, por njëkohësisht isha edhe e lumtur që ai e kishte marrë situatën e dorë. Ndezi makinën dhe morëm rrugën. E rrugës, ai më tregoi planin. Tha që do të ktheheshim në Lezhë nga Tirana për të ngrënë një darkë bashkë.
ishte zgjedhje e zgjuar, sepse në Lezhë asnjëri nga ne nuk njihte njeri, e ndryshe nga Tirana apo Shkodra, ku rreziku për të parë nga të njohurit tanë ishte i madh. Gjetëm një restorant të mirë dhe të qetë, e ulëm përballë njëri tjetrit dhe porositëm darkën. Gjatë gjithë kohës po bisedonim. Kishim aq shumë mall dhe nuk na pritej, saqë ushqimit nuk i kushtuam shumë vëmendje. Folëm për muajt e gjatë që kishim kaluar duke i shkruar njëri tjetrit nga larg. E folëm edhe për pritjen dhe dëshiren për të qenë bashk në këtë kohë. Kishim shumë emocione e koha në restoran na fluturoi. E kur mbaruam, Arjani pagoi dhe dolem jashtë tek makina. Ti e di që s'me pritet, i thash Arjanit. Ku do shkojmë tani? E pyeta unë, teksa po futeshim brenda. Shkojmë tek shtëpia ime në Shkodër, më tha Arjani. Për sonte jam vetëm, nuk kam asnjë njeri aty. Kjo fjali më dha një lloj nxitimi që nuk e shpjegoja dot. Ai dha gaz makinës e dolëm në rrugën kryesore drejt Shkodrës. Ishte errësirë jashtë e rruga ishte e gjatë. Unë e shikoja teksa jepte makinës dhe nuk po me pritej që të mbërrinim. Durimi im kishte mbaruar krejtësisht. Ndale pak makinën këtu, i thash unë në një moment. E Arjani vazhdoi të este, pa e ulur shpejtësinë. S'kam ku ta ndal këtu, më thaj. Është rrugë e shpejt, prit pak se mbërritem. As 20 minuta nuk na duhen. Jo, i thash, e dua tani. Gjej një vend dhe ndalo, këmbëngula unë, duke mos pranuar asnjë justifikim nga ana e tij. Ai e pa që unë nuk po dorëzohesha, ndaj pas pak metrash e ktheu timonin. Rruga kryesore kishte disa biznese anash saj. Arjani futi makinën në oborrin e madh të një servisi makinash. Ishte ora 10 e darkës dhe i gjithë oborri ishte i zbrazët dhe krejtësisht i errët. Pronarët e kishin mbyllur servisin shumë orë më parë. Sa po makina ndaloi aty në atë cep të errët, unë u lëshova prap drejt tij dhe këtë herë fillova ta puth pa e pyetur fare, e ai mu përgjigj me një herë. Filloi të me puthte edhe ai. Pas disa puthjash aty në sedilje, ajo ndal pak dhe më tha: "Eja dalim jashtë, se nuk na sheh askush këtu." Ne hapëm dyert e makinës dhe zbritëm poshtë në oborrin e servisit. Jashtë ishte aq errësirë saqë mezi shihej rruga. Arjani erdhi drejt meje, ai me mori në krah me një lëvizje të shpejtë dhe me uli mbi kofanon e makinës së tij. Unë qëndroja aty lart dhe me njëherë hapa këmbët, e Arjani u ofrua, hyri mes tyre, me kapi dhe aty filluam të putheshim prap në buzë. Arjani puthte aq mirë, me puthte buzët, me puthte pas veshit, e pastaj shkonte me puthte fytin. Dhe nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.